Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Zotit, paqja e lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me temën 24, ad-dinu nasiha, feja është sinqeritet. Edhe pse fjala nasiha vjen në kuptimin feja është këshill, por është për qëllim këtu feja është sinqeritet. Allah thot në Kur'anin Kerim: "Wal asri innal insana lafi khusr", pasha ka me të vërtet njeriu është në humbje, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Përveç atyre të cilët bën vepra të mira dhe këshillojnë njëri tjetrin për tek e vërteta dhe këshillojnë njëri tjetrin për durim. Në hadithin që transmeton Xherir ibn Abdullah, قال: "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami as-salati wa ita'i az-zakati wa nushi li kulli muslimin." Dhe thotë Xheriri radhiyallahu anhu, i kam dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do ta fal namazin, do ta jap zakatin dhe do të jem i sinqert me çdo musliman, ka dhe kuptimin dhe do të jem këshillues për çdo musliman. Pra, në këtë rast ka thënë do të jem i sinqert me çdo musliman. Në hadithin e Tamim ad-Dari, në Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha, feja është sinqeritet. Pra në hadithin e Tamim ad-Dari ka thënë feja është sinqeritet. Kulna liman, tham për ka i dërguar i Zotit, tha lillahi për Allah, wa li kitabi për librin e tij, wa li rasuli për pejgamberin e tij, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim dhe për prisat e besimtarëve dhe për muslimanët besimtarët në përgjithësi. Pra, feja është këshill, feja është sinqeritet, që çdo adhurim të jetë për të arritur kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala, jo famën, jo paran, jo interesat e kësaj bote, por t'ia përkujtosh atë mbi gjitha Zotit subhanahu wa taala, dhe të punosh me librin e tij dhe të ndjekësh rrugën e pejgamberit të tij alayhi salatu wasallam në përputhje me sjelljet dhe veprat e tij, dhe kështu të jesh sinqert me muslimanët dhe prisat e tyre në përgjithësi. Prandaj, në këtë hadith tregohet qartë që feja është sinqeritet. Pse jo, mund të themi ajetin tjetër ku Zoti thotë: "Wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din", dhe ata nuk u urdhëruan për tjetër vetëm që ta përkushtojnë fen vetëm Zotit tyre. Dhe kur flasim fjalën fe, për fjalën fe, kemi për qëllim të gjitha veprat dhe sjelljet tona le të jetë ajo origjina e tyre, le të jetë sinqeriteti dhe për të arritur kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala, dhe jo për të arritur qëllimet e kësaj bote apo të rrequr në vëmendjen e njerëzve, apo pse jo duke luajtur me interesat e tyre apo interesat e kësaj bote që ikin. Prandaj dhe besimtari do të friksohet Zotit subhanahu wa taala në sjelljet dhe veprat e tij dhe të ndjekin në këtë rast rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë i sinqert në të. Assalamu alaikum wa rahmatullah.